بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Çështja tjetër nga kjo ngjarje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me Omerin radhiyallahu an është që njëri duhet më kujdes për vajzën e vet edhe masi të martohet. Edhe masi të jep të burri, ti duhet më kujdes për te se a është duke ndëgju, duke respektu, duke kujdes për familjen e saj. Edhe jo mu bu krah i zullumit nëse vren zullum, po me qenë karshi zullumit nëse vren që ka zullum. E mjerisht, kjo është një vest i keq që është prezente shumë familje, që ai është krah i vajzës vet edhe nëse ajo është zullumçare 100%. Del thot ti çka të bësh unë jo mas teje. Ja, kështu ti je në kategori bashkë me çata zullumçar të cilat bëjnë krime edhe pastaj thonë na i kena bua dhe s'ka kush na i prish. Për këtë shkak Omer radhiyallahu anhu këshilloi vajzën e vet që ki frikë Allahun, kështu çka e duke bu. Ebu Bekri disa herë radhiyallahu anhu ka këshillu bile edhe nëse ju kujtohet një herë e ka godit pak e ka pisku po them kushtimisht Aishën për shkak të një rasti të caktuar. Për këtë shkak duhet njëri mu kujdes e jo me lëshu që ashtu pa kur far frena edhe pa kur far korrigjimi vajzat edhe familjen.